Universiteti i Vlorës Ismail Qemali mblodhi këtë të martë akademik nga vende të ndryshme të Europës dhe ekspert të njohur në zbatim të projektit Adria Move, që zhvillohet në kuadër të Interregipa Adrion, bashkëfinancuar nga Bashkimi Evropian. Kanë marrë pjesë në këtë aktivitet të një niveli të lartë, partner nga Italia, Kroacia, Malizi, Slovenia, por edhe nga Shqipëria, përfshi këtu edhe Gjirokastrën. Ky takim ishte sesioni 3 ndërkombëtar që udhëhiqet nga Universiteti i Vlorës Ismail Qemali në bashkëpunim me Universitetin e Italisë të Foggia. Sesioni i trajnimit synon të rrisë kapacitetin e pjesëmarrësve për të identifikuar, hartuar dhe mbështetur projektet e lëvizshmërisë të qëndrueshme, duke ofruar njohuri mbi mekanizmat e financimit, duke përfshirë opsionet dhe mjetet e disponueshme për të mbështetur zbatimin e iniciativave të transportit urban të qëndrueshëm. Rektori i Universitetit të Vlorës Ismail Qemali, profesori doktor Aurela Saliaj, thekson se ky aktivitet është një nga shembujt më të mirë që Universiteti i Vlorës sjell nivelet më të larta akademike edhe për jetën komunitare. Aktiviteti i sotëm që Universiteti i Vlorës mikpret në kuadër të projektit Adria Move është një hap më tej në konsolidimin e vizionit strategjik të Universitetit Ismail Qemali, për të formësuar si Universitet 4.0, një universitet që ndërthur kërkimi shkencor, inovacionin dhe zhvillimin rajonal, gjithmonë në përgjigje të sfidave reale me të cilat përballet shoqëria jonë sot. Ky aktivitet është një nga shembujt e shumtë se si Universiteti i Vlorës sjell në qytet mendimin më të lartë akademik të gjithë Europës. Shumë akademik europian sot janë mbledhur në këtë universitet, veç të tjerash edhe për të diskutuar për zgjidhje të qëndrueshme për jetën komunitare të qytetit tonë. Këto aktivitete, sipas rektores Saliaj, plotësojnë misionin që ka Universiteti i Vlorës Ismail Qemali, që bën jo vetëm akademi, por jep edhe kontributin e tij në inovacion. Aktivitetet si ky që është duke zhvilluar sot, ashtu si dhe shumë projekte të tjera, po i sot në trajnimi i sotëm është ai për të cilin po flasim, është ai që plotson misionin e 3 dhe misionin e 4 të universitetit, që jo vetëm akademizëm, por edhe inovacion në shërbim të komunitetit. Koordinatorja e projektit për Universitetin e Vlorës Ismail Qemali, Gjiliola Garaj, thotë se gjithçka konsiston në zhvillimin urban të qëndrueshëm, por edhe tek teknologjitë që do të përdoren. Në kuadër të projektit Adria Move, që është një projekt në bashkëpunim me vendet e Bashkimit Evropian, por jo vetëm, gjithë vendet e zonës Adriatik jon, dhe përfshin konkretisht Bashkinë e Fazanës në Itali, Universitetin e Foggias, Bashkinë Dugopolje në Kroaci, Bashkinë e Budvës në Malin e Zi, Bashkinë e Gjirokastrës në vendin tonë, normalisht, Bashkinë e Postonjës, Sloveni. Është një projekt që konsiston në zhvillimin urban të qëndrueshëm, dhe takimi sotëm i referohet pikërisht trajnimit të 3 ndërkombëtar, i cili udhëhiqet nga Universiteti i Vlorës në bashkëpunim me Universitetin e Foggias. Trajnimi sotëm ka në qendër të vëmendjes pikërisht lëvizjen urbane të qëndrueshme, teknologjitë që përdoren dhe njëkohësisht mjetet e transportit referuar zhvillimit urban të qëndrueshëm, njëkohësisht evidentohen të gjitha përfitimet ekonomike, sociale, mjedisore që sjell zhvillimi urban i qëndrueshëm. Dhe ne sot synojmë të trajnojmë përmes një shembulli praktik bashkit, duke evidentuar ata në vendin e tyre se cilët janë mjetet e transportit urban të qëndrueshëm, cilat janë sfidat në implementimin e këtyre mjeteve të zhvillimit urban të qëndrueshëm, dhe njëkohësisht kush janë stakeholderat që përfitojnë dhe njëkohësisht influencojnë apo ndikojnë zhvillimin urban të qëndrueshëm. Por çfarë do të sjellë konkretisht ky projekt? Ky projekt do të konkretizohet me një plan pilot që konsiston pikërisht në implementimin e të gjitha atyre mjeteve të transportit që i referohen lëvizjes urbane të qëndrueshme. Përmes shkëmbimit të njohurive të mësuarit bazuar në raste dhe diskutimit midis partnerëve të projektit, sesioni synon të kontribuojë në zhvillimin e strategjive efektive, inovative dhe financiarisht të qëndrueshme, të lëvizshmërisë të qëndrueshme në nivel lokal dhe rajonal.